Mos i neglizhoni 3 shenjat e para të diabetit, si t'i dalloni. Kjo gjendje, pra diabeti, është diçka që mund të zgjasë për vite të tëra dhe mund të prek edhe pjesë të ndryshme të trupit si venat, veshkat, nervat dhe syt. Arsyet pse ndodh kjo lidhet me shumë faktorë, por gjithashtu njerëzit shpesh nuk e vërejnë nëse ka nivele të larta të sheqerit në gjak dhe nuk e trajtojnë atë. Në këtë video, sipas Step2Health, do të rendisim shenjat kryesore që paraqet shëndeti juaj kur është i prekur nga nivelet e larta të sheqerit në gjak. Sipas tyre, këto janë shenjat të cilat nuk duhet i neglizhoni: shikimi i turbullt, urinimi i shpeshtë, gojë e thatë, impotencë, probleme me përqendrimin, probleme me stomakun, infeksione të shpeshta, shërimi ngadaltë i plagëve, lodhje të mëdha pa arsye, lëkurë e skuqur dhe lëkurë e thatë. Nëse vëreni këto shenja, paraqituni tek mjeku për një trajtim më të specializuar, pasi nuk duhet të neglizhohet.